Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot kam një ftuar shumë interesant. E njohim vetëm nga politika, por kur nuk ka fol për jetën e tij personale. Ai është Ted Kotliku. Tedi, përshëndetje dhe mirë se erdha. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kam kënaqësinë që të kam sot në studio. Dhe ashtu siç e thash më parë, të njohim vetëm nga politika, por nuk të njohim për jetën personale. Si do ta përshkruaje Tedin jashtë politikës dhe jashtë kamrave, foltoreve? Po nuk është të që aq mistike jeta jeme personale, njerëzit që janë rreth meje më njohin, por është e vërtetë që 2 vitet e fundit pjesën më të madhe të jetës time edhe personale e zën politika, e ndoshta kjo bën me mendu që s'kam një jetë personale, jeta jeme personale në pjesën më të madhe të kohës është me familjen, me miqt, por nuk ka asnjë lloj misticizmi, si më thënë. Pak a shumë jeta politike zën një pjesë të madhe, por Një pjesë të madhe të jetës tënde. Sigurisht që unë e quaj pjesë të jetës personale, sepse puna për përgatitjet që bëj në lidhje me projektet që kena, me angazhimin tim politik, me takimet, janë pjesë edhe të jetës time personale, ku patjetër që njoh miq, njoh bashkëpunëtor, të cilët plotësojnë atë jetën personale që ti thu. Si do ta përshkruaje veten me 3 fjalë? Me 3 fjalë, andrimtar, kamnguls, edhe fjala e tretë Shkodran ndoshta. Shkodran. Do kalojmë pastaj te Shkodra. Cila është një gjë që njerëzit e kanë krijuar gabim për ty nga ajo që shohin në media? Ajo që unë kam hasë, sidomos kohët e fundit, ndoshta është pjesa e arrogancës, që unë nuk e njoh te veti si aspekt, por e kam dëgjuar shpesh tek aspekti i ndoshta i energjisë ose pasionit me cilën unë mbroj ato idetë mia ose atë që unë besoj që kam drejt dhe ndoshta perceptohet ndoshta në publik, jo gjithmonë, nuk është kjo që perceptohet nga publiku për mua, por e kam dëgjuar këtë aspekt temin që unë nuk e gjej tek vetja, që është pjesa e arrogancës, cilën unë besoj vjen ose perceptohet si e tillë nga pasioni me cilën unë flas, nga pasioni me cilën unë mbroj ato që unë besoj, dhe sigurisht tek fusha që unë kam zgjedhur, që është politika, dhe detyrimisht shumë aspekte negative pra zmallohen ose shpiken rreth njerëzve që merren me politikë. Çfarë thua njerëzve që mendojnë që ti je arrogant? Çfarë do t'i thoja? Sapo ja thash. Sapo ja thash që nuk është as pak pra arroganca që më përcakton ose nuk është pjesë e marrëdhënie e mekanizmit që unë përdori në raport me të tjerë, por është pasioni me cilën unë flas, pasioni me cilën unë bëj këtë që bëj, që ndoshta perceptohet si arrogancë. Të shkojmë pak pas në kohë. Po. Si ishte Tedi si fëmijë? Po si fëmijë kam harruar si isha, por njëri i lirë, nëse kisha gjetë një fjalë, kam qenë njëri shumë i lirë për shkak të familjes, pra marrëdhënies që kisha me familjen. Një fëmijë që i kalonte pjesën më të madhe të kohës, pra ose me libra ose me shok, pra unë kujtoj një fëmijë shumë të lumtur temen, besoj që si shumica fëmijëve, por nëse ka diçka që më vjen mend është liria që kishim, pra liria me ndajt, me jetu jetën, me bazë zgjedhjet tona. Çfarë kujton më shumë nga Shkodra e fëmijërisë? Po hapësinat, gjelbërimin, fëmijët që mushin hapësinën, pra edhe zhurmat e fëmijëve që ishin shumë më prezente, ishin kudo. Ndoshta mungojnë sepse unë nuk i shoh si rritun, por besoj që mungojnë edhe se nuk janë më në qytetin tonë, apo si shumë qytete tjera në Shqipëri. Ishte Shkodra ajo që të formoi si karakter? Po sigurisht që ka pjesën e saj, sepse Shkodra në vetvete ka karakter, cilin e transmeton edhe tek ato që identifikohen me Shkodrën, por edhe me banorët në përgjithësi, edhe me njerëzit që vinë në Shkodër. Shkodra ka një karakteristikë të fuqishme edhe ndryshe prej shumë qyteteve tjera, që i bën njerëzit me kanë pjesë e saj, dhe patjetër që edhe mua që jam shumë i lidhur në breza dhe e trashëguar me kjo lidhje me Shkodrën, besoj që ka formsuar karakterin tim, ka formsuar atë krenarinë e identitetit, ka përcaktuar pra herojnë thojza që mërën qytetin, sepse Shkodra pra ka karakteristikën e historisë e asaj që e njohin edhe të tjerë të Shkodrën, të cilën e ka projektuar tek unë, besoj. Çfarë ke marrë me vete nga Shkodra që ke ende sot? Çka kam marrë vete? Krenarin për identitetin e qytetit, krenarin për historinë që ka qyteti jonë, edhe një lloj detyret për me
me kenë vazhdimësia e kësaj krenarie që shkodran kanë për qytetin e tyne. Le të kalojmë pak tek adoleshenca. Si ishte adoleshenca jote? Ishte i urt? I urt s'kam kenë, unë kam bërë pjesën e studentët e mirë, pra që kam studiu, kam kalu shumë kohë me librat dhe rezultatet e shkollës kanë qenë një nga prioritetet e mia si adoleshent, por e fuz vetin edhe tek ato që kam ditë me ndajt edhe me njerëzit jo shumë të urt, në kuptimin e asaj që besoj ti përcakton të urt. Pra e kam shiju jetën, nuk kam lënë asnjë gjë pa bë për shkak të studimeve. Cila ka qenë marrëzia më e madhe që ke bërë gjatë adoleshencës? Marrëzia më e madhe, po kam provu shumë limite, por pa u kthy në veset mia. Pra në të aspektet kam rreziku si çdo adoleshent. Pra kam abuzu me kohën, kam abuzu me mundësi që në janë dhanë, por pa i kthy në pjesë të karakterit tim. Një marrëzi e madhe, unë s'di me nda, domethënë, unë mund të them një gabim i madh që kam bërë. Gabim. Gabimi i madh është që njega një shkollë që nuk e dosha, për shembull, universiteti i parë, fundi i adoleshencës ose fillimi i fundit të adoleshencës, ishte zgjedhje që bëna për me shku në universitet, pra ishte diçka që unë se dosha. Kush e donte? Po e do të koha, domethënë u do të me pas një profesion i cili do të më jepte, po themi, të ardhunat ekonomike, po pa i dhënë shumë rëndësi ëndrave ose pasioneve të mia. Po s'kjo s'futet tek marrëzit, nuk është marrëzi, është thjesht gabim. Pasioni im ka qenë politika. Pasioni im ka qenë drejtësia, për shembull, avokatia e drejtave të caktuara, të cilën unë kisha mujt shumë mirë me ndjek duke bërë një shkollë gazetarie, duke bërë një shkollë shkencash politike, duke bërë një shkollë drejtësie, një ëndër të cilën e noqa shumë vite mbrapa, kur shkova në Francë. Çfarë do t'i thojë sot Tedit, 18 vjeç? Po shiko, unë kam një marrëdhënie shumë të ngushtë me Vedin, pra unë vazhdimisht flas edhe me Tedin 18 vjeç edhe me Tedin fëmijë, pra kam një lloj komunikimi që nuk, sepse kur thuat çfarë do t'i thoshe Tedit 18 vjeç, është sikur unë jam shkput për atij Tedit. Unë vazhdoj, domethënë jam vazhdimësia e asaj që unë kam qenë 18 vjeç, pra nuk ka një pikë thymje tek jeta jeme. Dhe Tedit 18 vjeç, duket e kam ndëgjuar edhe herë këtë pyetje dhe besoj është e njëjta përgjigje që vjen rrugën e duhur, sepse jeton ndjek ëndrrën që ke dashur, pra nuk e ke kput atë udhtimin që ti ke nis shumë para se me kenë 18 vjeç, po me që më pyetet tek një moshë fikse. Sa rol ka pasur familja në rrugtimin tënd? Edhe në formimin? Jashtëzakonisht shumë. Nana jam është pedagoge, babi është inxhinier dhe një farë mënyrë obsesioni i tyne për shkollën, për studimet, më ka ndikuar edhe mua, si i thënë, dhe është kthy prioriteti jem për shumë vite. Sigurisht edukata, kultura, pra ajo që ato më kanë trashëguar, i kam përthith, kam përshtypjen dhe në mendimin tim ka ndikuar shumë. Tash këtu duhet me pa këtë analizë mund ta bëj një psikolog më mirë, por besoj që ka ndikuar jashtëzakonisht shumë sepse i kam pasi modele në jetën time dhe tu i pasi modele, në përgjithësi fëmia kopjon modele që i përcjellin prind më shumë se sa modelet e tjera, por unë jam munduar dhe mi njek si modele, pra kanë si referencë. Fëmia mundohet të kopjojë ato që ka prindri. Çfarë ke marrë ti nga prindrit e tu? Po, e para është kjo, pra dëshira për dijen, dëshira për të mirën, pra arritja e suksesit nëpërmjet respektimit të rregullave, pra me kanë i drejt me njerëzit, me kanë si më thënë, me lut rolin që kanë në shoqëni, dhe besoj që këtë aspektin e mirësisë që ato kanë pas edhe në marrëdhëniet e tyre, ma kanë trashëguar shumë pjesën e shkollës, ndoshta mungon pak edhe ndoshta është faze përpunimit, është pjesa e disiplinës që e kam pa më të zhvilluar tek prindët e mi, por sot kohët janë të ndryshme, ka angazhime shumë më shumë se sa më përpara. Dhe besoj kjo është, kjo është ajo ndjenja e përgjegjësisë në komunitet që kena. Kush është personi që të njeh më mirë? Personi që më njeh më mirë do të pyet personat që më njohin. Por prind nuk e di, nuk besoj se janë, mund të jetë një prej shokëve të mi të ngushtë, që më njeh qysh në moshën 4-5 vjeçare, mund të jetë një ndër personat që më njeh më shumë se sa të tjerë, sepse ka jetuar më gjatë me mua dhe tregon edhe marrëdhënia ngushtë që kena pas për një kohë kaq shumë gjatë dhe konstante, që tregon që ka kanë pjesë e jetës time në të etapat e jetës.
besoj që mund të jetë shoku jemi ngushtë, një prej, se ne jena një grup prej 6 personave, po një prej këtyre shokëve që e kam qysh moshën 4 vjeçare, besoj që mjeft më mirë se tjerë. Kush është personi që i beson më shumë? Që unë i besoj më shumë? Vllaz besoj. Vllai është personi i parë që më vjen në mend. Por edhe shokëve të ngushtë që janë si pjesë e familjes. Ka sot shok të ngushtë? Patjetër. Ka sot shoqëri që ti besojnë? Ne kena një marrëdhënie, domethënë unë kam pas fatin, nuk e dia është, si më thënë, rast i përgjithshëm, se është e vërtet kjo që thuti që nuk shaf shumë raste që e kanë rujt, e kanë konservu shoqërinë, sepse sot është fut shumë interesi në mes, është kapitalizmi që e bën njeriun shumë më individualist dhe kjo automatikisht sjell edhe këto dinamikat që pra shoqëritë ndryshojnë, interesat ndryshojnë, por unë kam pas fatin me pas shok që i kam prej gjimnazit, pra prej 8 vjeçares ose kret prej fëminis, shoqëni të cilën unë e kena rujt prej shumë vitesh dhe besoj që ka përderisa ekziston shembulli konkret. Tedi, ne folëm për Tedin kur ishte i vogël, Tedin adoleshent, familjen, shkodrën. Por që nuk folëm dhe kam kërkuar në fakt të marrë ndonjë informacion për ty gjatë kohës kur të kontaktova për intervistë dhe pranove. Unë dua të di dhe nuk doli asgjë, as nuk kishe folë në media, për jetën tënde sentimentale. Si është jeta jote sentimentale? Për momentin s'ka jetë sentimentale. Domethënë nuk ka, besoj për çiftin, ai e pjesë e një marrëdhënie të çfarë statusi mban? Beqar, nuk është ndonjë sekret. Pra nuk është se kam ndonjë single, si thoni ju, brezi juaj. Single. Po single i dashuruar, në pritje, i lënduar? S'ka, domethënë në këtë moshë nuk ka gjendje konstante, si më thënë, i dashuruar, jo, sepse përderisa nuk jam çift, nuk besoj që ndoshta në moshën 20 vjeçar mund të dashurosh dikën nga larg, po dashurinë e konceptoj diçka që mirëmohet, diçka që është e dyanshme. Dhe përderisa s'jam me dikën partner, nuk e quaj vetin dashurum. Pra, është një jetë përgjigje, nuk është se ka. Okej, ti je single, nuk je i dashuruar. Po sa rëndësishme është të kesh një partnere në jetë? Shumë e rëndësishme është. Domethënë, familja është për mua është qëllimi më i madh që ka një njeri në jetë, dhe unë për veti, domethënë, ekzistenca e familjes që vjen nëpërmjet ekzistencës në çift. Dhe për mua partneri i jetës është shumë i rëndësishëm, ndoshta për një është e vështirë me gjetë. Pse është e vështirë me gjetë? Po, është e vështirë me gjetë sepse duhet me plotësu gjitha këto kazat, si më thënë, ta kuadratet, pra, që për shtatshmërisë dhe megjithatë duhet të rezistoj kohës. A ka ndikuar angazhimi yt politik në jetën sentimentale? Patjetër që po, sidomos vitet e fundit, si më thënë, kjo pjesë merr shumë kohë, dhe sigurisht që, siç e the edhe ti, pra jeta jame s'ka fillu me politikën, por politika merr një pjesë shumë të rëndësishme të energjisë, të kohës, të vëmendjes, dhe kjo bën më të komplikuar, po themi, krijimin edhe mirëmbajtjen e një marrëdhënie të shnetshme, por duhet se s'bën, domethënë, në njerëz që janë të angazhuar politikisht dhe politikën e kanë, pra, po themi, centrale qendrore në angazhimin e tyre, duhet dikush që të njeh pra në këtë dinamik, dhe patjetër që ka partner që të njekun në dinamikën e, pra nuk e dia mund të ketë, sepse shpesh ekziston edhe pyetja, a ka një politikan, po themi, se unë akoma nuk e quaj vetin politikan karrierë, sepse unë jam në fazën e hyrjes në karrierë të mirëfillt politike, por në karrierën politike shpesh nuk shohim marrëdhënie normale. Pra nuk është krejt e thjeshtë, pra nuk është siç mund ta ketë një profesor, një inxhinier. Në politikë është shumë më vështirë. Politike, por nëse je personazh publik, po nëse je personazh publik, të krijosh marrëdhënie dhe të mbash një marrëdhënie. Këtë nuk e di, sepse nuk jam, domethënë, nuk je personazh publik. Nuk e quaj veten personazh. Domethënë personazh publik jam unë, por nuk më identifikon fama në publik mua si personazh, domethënë. Unë në botën e politikës mund ta quaj veten i njoftur, por në jetën e përditshme nuk jam ndonjë star i mediave për shembull, ose i muzikës, apo aty po mund të ndikojnë kjo pjesa e famës, por tek jeta jeme është pjesa e energjisë që të merr angazhimi politik, i takimeve, i njerëzve që duhet me taku, me njerëzit me të cilët duhet me ndajt, që redukton shumë kohën për njerëzit e dashur, për familjen, për partnerin, për fëmijët nesër, edhe për shoqërinë. Pra të parë që sakrifikohen janë njerëzit familja e afërt që meritojnë pjesën më të madhe të kohës. Çfarë kërkon tek një partner?
Po, gjëja e parë është me të kuptu. Pra, gjëja e parë është me të kuptu, gjëja e dytë është me të besu dhe gjëja e tretë është me të njeh. Nëse mund të quajmë tre gjëra, se kërkesat mund të jenë shumë të mëdha. Duhet i përmbush ajo. Po ti i përmbush këto kritere tek një partnere? E beson, e ndjek, po e varet mbështet, e kupton? partnerët që kam pas një thu. Sepse Ose tek a partnerët beson duhet që me ke ditë a pas kam një një. partner, tash s'kam partner për me ta dhënë këtë përgjigje. Po patjetër, në marrëdhëniet që kam pas, po themi një marrëdhënie shumë gjatë që un kam pas në jetën time, patjetër që kanë shtyllat e marrëdhënies. Pra besimi, Pse nuk ka kuptueshmëri, funksionuar atëherë? po është koha, janë koha që shpeshherë nuk përputhet, janë konteksti, janë edhe rrugtimi që un kam ndjek, por kjo mëndena është goxha personale për me e ndan Nuk do ta media. ndash me ne. Po ja, po e thash në përgjithësi, kjo është Je romantik apo racional në dashuri? po racional besoj sepse thash edhe herë, nana ime është profesoresh matematike, baba inxhinier, un kam studiuar për inxhinieri, pra dominon pjesa e racionalitetit, pra romantik në kuptimin romanesk të fjalës, si më thanë, që shohim libra, që shohim filma, jo, se fus veten tek njerëzit romantik. Pse? Nuk e di pse, po e di se kështu është. Pse Mendon se femrat tërhiqen më shumë nga i mashkull që është racional dhe romantik? femrat, unë si përgjithsoj femrat e gjithë botës me fjalën femrat. Ka femra që kërkojnë meshkuj romantik, ka femra që kërkojnë princin e kaltër, ka femra që kërkojnë burra, ka femra që kërkojnë njerëz të pasur. Po një njeri racional pra që ka Burr. patjetër që pa nuk di se ka ndonjë mashkull që thotë jo nuk e konsideroj vetin burr. Jo, burr, kisha kështu burr, se je edhe nga Shkodra ti. Po e më Dhe ju vetin veriu e keni pak kështu ja, si unë kur thash ti jeni romantik, do të bën një gjeste ja, romantike për një femër. absolutisht ja, nuk e kam për ulje, po duhet të ketë lidhje me karakterin e njeriu. Nuk besoj që i futen gjithë veriorët. Unë di që ka veriorë shumë romantik, ka veriorë që kanë bërë poezi të mrekullueshme, që i kanë kënu këngë të mrekullueshme femnës, pafund, prej veriorët kanë ardhur. I ke dedikuar ndonjëherë poezi ndonjëherës ti o ta shkruash vet? Besoj që pa. Po je romantik pra. Po nuk unë thash që s'jam romantik, por nuk më identifikon pjesa romantike, pra, nëse më pyet, a je racional apo romantik, mes këtyre dyjave zgjedhej që jam racional, po a ka momente që kam kanë romantik patjetër, se s'jam kafsh. Po mirë, romantik, je racional. Racional, mes romantik e racional e shoh vetin më shumë tek. Okej, po xhelozia? Ja, se besoj, nuk partneritet bëhet fjalë. Ajo shfaqet në tana format, nëse je me partnerin, je edhe me familjen, je me shokët, je me njerëzit. Secili ka vendin e vet, ti nuk mund të kesh që ke për partnerin për familjarët. Shiko, këtu futet shumë edhe kjo pjesa e familjes, se nuk thash edhe herë, unë nuk jam me profesion psikolog, por unë besoj që besimi që na ka ndërtu prind me pas të vedi, e ka ul krejtësisht këtë anën e xhelozisë. Dhe unë jam rrit me besim vedi qysh i vogël, pra kam besu tek forca ime, pra xhelozia është ajo friga për me hub dikën, po vjen edhe për asaj, pra friga që ti ke se ai tjetri ik. Pra edhe unë pra për sa kohë personi në çift është i lumtur me ty, ka me kënë aty, sepse ti ke ato vlera për cilat ai ka ardhur te ti. Qose ik, domethënë s'është për ty, pra pse duhet më ekzistu ndjenja xhelozisë? Ndjenja xhelozisë është formë panikut që njeriu e ka, sepse s'kupton ndjenjat e veta. Po s'pat xhelozisë ka dashuri. Di që dëgjojnë, po është për mua shpreha më e tmerrshme e mundshme. Po s'pat kuptim mes çiftit, s'ka dashni, po s'pat besim tek njëri tjetri, nuk ka dashni dhe po s'pat sakrificë, pra që ato tre pika që unë konsideroj të rëndësishme për mua përcaktojnë ndjenjën e dashnisë. E shikon veten të martuar pas një kohë. Tash nuk e shoh veten të martuar, po në të ardhmen patjetër. Kur për shembull? Kur. Unë besoj shumë në Zot, edhe nuk guxoj asnjëherë me një tek roli i tij. Bravo, më pëlqen. Nëse do të duhet të zgjidhje mes një karriere shumë të suksesshme dhe një jete sentimentale të lumtur, domethënë që të jesh çift, çfarë do zgjidhje? Po do zgjidhsha të parën sepse e para do të prodhote mundësinë për më kriju e dyta. Sepse nëse ti ke një karrierë të suksesshme, nëse je i përmushur, patjetër që ke me kriju kushtet për një dashni të suksesshme. Po nëse ke një dashni të suksesshme dhe s'ke një karrierë të suksesshme, kjo e dyta rrezikon me shkatërru të parën, se dashnia s'është e përjetshme, domethënë dashnia ka fazat e veta dhe një moment caktuar ajo kërkon mirëmbajtje. Pra nuk ekziston vetëm si shenjë impulseve
e asaj dashurisë fillestare. Ajo kalon fazat e veta dhe ti po nuk pate një karrierë suksesshme, po s'qe i vetë përmushur, ajo rrezikon edhe këtë të parën që tha ti që pra një dashni të lumtur sentimentalisht apo personin me cilin ti mundesh me pas dashni, por nëse s'ke një karrierë suksesshme, nëse nuk ke një stabilitet, po themi, sidomos një shoqëni si e jona, pra e jona jo shqiptare, po e jona europiane perëndimore, pra ku ekonomia pra lu një rol shumë të rëndësishëm, patjetër që kisha zgjallë të parën, sepse kisha pas besimin e plot që do të prodhoj kushtet edhe për dytën. Okej, karrierën. Po cila është ajo gjë? E shpjegova zgjedhje. Po pra, cila është ajo gjë karrierë. Do të sakrifikoje për karrierën? Si shpjegoj diferencën e karrierës mes karrierës edhe kësaj dashnisë. Karriera e suksesshme është long term, është gjithë jetën. Kurse dashnia e suksesshme sentimentale mundet me kenë një moment të caktuar. Pra, marrëdhënia e suksesshme nuk është dashnia e suksesshme. Është shumë më shumë se sa dashnia. Pra për një them zgjedhit parën, jo se zgjedhi me kenë karrierë dhe me kenë vetëm për shembull. S'kisha dash, nëse më kishte thënë dikush, shiko mas kaq vitesh do të jesh vetëm nëse zgjedh këtë karrierë, kisha heq dorë nga karriera. Vetëm kuptimin e plot fjalës. Ja, unë thash momentalisht. Po ja pra nuk është zgjedhja që thotë. Zgjedhja është nëse ke një moment me zgjedh dhe nuk e din të ardhmen. Po karrierë të suksesshme, pastaj pas karrierës të suksesshme të krijoj një dashuri. Po ndërton kushtet për një karrierë të suksesshme dhe besoj që ajo pjesa tjetër vjen. Çfarë do sakrifikoje për karrierën? Po kam sakrifikuar shumë. Kam sakrifikuar gjën që s'kthehet kurrë. Çfarë? Kohën. Tjetër? Çka kisha mujt me sakrifiku, po kam sakrifikuar, kam sakrifikuar ndoshta, pra kam rrezikuar më mirë me thënë se sa sakrifica, që është formë sakrifice, kam rrezikuar besimin e tjerëve, kam rrezikuar me dështu, dhe kur dështon ke humb gjithçka. Dhe vitet e fundit kam sakrifikuar shumë për jetës time për me u përkushtuar politikës. Por unë nuk mendoj që sakrifica duhet me kenë një gjendje permanente, pra sakrifica është për një moment caktuar, për me ndërtuar bazat asaj që unë du me pas jetën time, se jam as 18 vjeç që jam të fol pra jeta jeme ka filluar me kenë një pikë që duhet me majt shumë ekuilibër, edhe këto element që ti përmendën, lidhje me familjen, lidhje me çiftin, është formë e sakrificës edhe kjo. Nuk është se unë kam zgjedhur mi hek këto nga jeta jeme për më marrë me këtë punë, po janë sakrifica një farë mënyrë të pashmangshme, ose njëna ose tjetër ose gjitha bashkë, kur do në ndërtu një karrierë politike. Po se di, duhet me bëj një intervistë mes një 5 vitesh ose 10 vitesh me ta dhënë këtë përgjigje. Deri në këtë moment që je. Deri në këtë moment ja ka vlet sepse ja ka vlet. Domethënë kur nuk ja vlen ajo që hub, por ja ka vlet mundi dhe rreziku që ka marrë në këtë rrugtim, sepse un prapë fus njerëzit tek njerëzit me fat, pra jam shpërbly me besimin e njerëzve në zgjedhjet e fundit. Jam 1/2 njerëz më të votuar në Shkodër dhe 15 njerëzit më të votuar në Shqipëri tek pjesa e partisë ku unë kam kandidu. Pra kjo është diçka e machme që tregon që ja ka vlet sakrificat që unë kam bërë gjithë këtë kohë. Me që jemi tek politika, kur e kuptove se politika do të ishte pjesë e jetës tënde? Shumë i ri. Por besoj që nëse ka një moment, besoj që duhet të jetë zgjedhjet e vitit 2005, 2004, 2005 kur ishte pra pjesë e fushatës ato debatet politike ku unë aty mendoj që kam pas një lloj tërheqjet pra nga politika dhe kam pa vetin një politikan të ardhshëm dhe kam punu nga ajo periudhë, kam punu për me shku në këtë drejtim. A ke pasur ndonjëherë një moment kur je penduar që je futur politikës? Penduar jo, që kam dyshu, se pendu është shumë determinist, se më thënë, nuk, kur pendosh dhe më thënë që s'ja ka vlet, por që kam dyshu, a jam të ba gjanë e duhun, që jam të njek me kaq determinacion politiken, sigurisht që ka pas gjatë gjithë rrugtimit, ka pas momente që kam thënë, a ja vleti, ashtu ja vlet tanë kjo që po bëj. Cili ka qenë çmimi më i madh që ke paguar për këtë rrugtim? Po çmimi më i madh që kam paguar për këtë rrugtim. Po një farë mënyrë është hupja e kohës që ke për njerëzit e dashur, dhe njerëzit e dashur një farë mënyrë sepse rrin shumë më pak me ta, kalon shumë më pak kohë me ta, dhe besoj që ky është çmimi i të marrënit me politikë. Më i madh që unë kam paguar, besoj që shumica politikanëve të karrierës
paguajnë. Çfarë të ka zhgënjur më shumë në politikë? Shikoj, zhgënjimi vjen në raport me pritshmëritë dhe pritshmëritë e mia kanë shumë afër asaj që kanë ndodhur dhe nuk e quaj veten zhgënjym. Do të thënë nuk jam zhgënjur nga diçka, nga politika. Nuk pres aq shumë, do të thënë në lojën politike, në garën politike, në përplasjen politike nuk pres aq shumë për më u zhgënjur, pra nuk pres fush me lule, nuk pres tapetat kuq që shtrohen, nuk pres njerëz që janë gjithmonë duke duar trokit, nuk pres që mos me pas njerëz xheloza, njerëz intriganta gjatë rrugës. Pra dhe kur i kam pa këta nuk jam zhgënjur. Unë kam studiu, nuk ka lidhje me studimin, por thënë në përgjithësi kam qenë shumë kurioz, kam lexuar gjatë jetës time shumë, sigurisht i interesuar edhe për pjesën e politikës dhe e kam ditë ç'ashtu mprit kur jam fut në politikë, sidomos vitet e fundit, mos i kryeva shkollë për historinë dhe gjithë historinë e njerëzimit nuk ndryshon shumë marrëdhënia në përplasjet politike ose në përplasjet për pushtet, po themi. Dhe në këtë sens nuk kam pas ndonjë zhgënjim për momentin, sepse rruga është e gjatë dhe me siguri që kam pas zhgënjimet e mia nga njerëzit, po jo nga politika në vetvete. Çfarë të mban ende në politikë? Po besimi që mundem me ndryshu diçka. Unë brezi jem ngjashmit e mi, bashkëpunëtorët e mi me cilët unë pra bashkëpunoj gjithë këto vite, nivel lokal, nivel kombëtar, dhe ne pak a shumë kena një ëndër me pa një Shqipëni të jetueshme, me pa një Shqipëni më të mirë, ose siç ka kanë ëndra prindëve tonë, një Shqipëni si gjithë Europa, pra në atë Europën e idealizuar që prindët tonë kanë pas sigurisht. Dhe kjo mban, pra pse mos më e bë unë? Pse mos më e bën ne? Si ju duket Shkodra? A mendoni se qyteti ka ecur përpara apo ka humbur terren vitet e fundit? Vitet e fundit ka humb terren sepse ka humb burimet njerëzore. 10 vitet e fundit është një nga qytetet më të shpopulluar, domethënë një nga vendet ku njerëzit largohen më shumë dhe besoj që është qyteti ku janë larguar më shumë mosha e trive. Dhe sigurisht në këtë aspekt ka humb sepse ka humb potencialin që ka si qytet. Ka fitu turista, ka fitu një ekonomi që është shumë kalimtare dhe ka humb atë potencial që prodhon ekonomi e gjatë, që prodhon kulturë, që prodhon sport, që prodhon art dhe nëse ka, domethënë nëse duhet më përgjigja ka humb apo ka fitu, për mua ka humb shumë Shkodra. Cili është problemi më i madh që shihni sot në Shkodër? Po të kenë një qytet i jetueshëm. Pra të kenë një qytet i jetueshëm, të pasunit mundësi me bë ekonomi, me bë biznes, me pas treg, me pas një universitet, cilin e ka pas, me pas siguri, cilën në vite ka degraduar dhe ka humb, vrasjet më, po themi më të tmerrshme ose më shukuese kanë ndodhur nga kjo zonë. Pra një qytet i kulturës jo në pak aspekte perceptohet edhe si qytet i krimit dhe kjo është një nga treguesit pse është bërë qyteti pa jetueshëm. Pra qyteti duhet me qenë i jetueshëm dhe për me qenë i jetueshëm duhet me pas ekonomi, duhet me pas afërsi me shërbimet, me pas arsim dhe me mit tana për atë që njerëzit kërkojnë me ngulm siguri. Nëse do të ishit kryebashkiak i Shkodrës, cilat ishin 3 gjërat që do i kishit ndryshuar më njëherë? 3 ndryshime. Shiko, kisha punu shumë që me lidhë, po themi, tregun me burimet njerëzore. Dhe kjo fillon duke bërë çdo lloj përpjekjet me përmirësu Universitetin e Shkodrës, me bërë çashtë e mujtën, aq sa ka në dorë një bashki për me bërë një vend të jetueshëm. Dhe kjo vjen nga infrastruktura, nga ato rregullat minimale, zbatimi i planeve që bëhen, për shembull i fundit që është bërë plan strategjik për Shkodrën është bërë në 2017 dhe sot jena shumë larg atij planit, pra është bërë me studius, me njerëz që i kanë hinë thellësi, pra mënyrë se si funksionon ekonomia, se si funksionon qyteti. Dhe isha fokusuar tek këta gjëra më shumë se sa tek propaganda dhe më shumë se sa tek spektakli. Pra ka ekzistuar në tani historinë e njerëzimit buke cirk si mënyrë për me anestezu qytetarin dhe kjo është ndodhur në Shkodër. Pra Shkodra ka koncerte spektakolare, ka çdo javë një koncert madh, një artist madh që vjen vit i ri, kthena si Strasburgu me ato drita, duket me thënë mendja, është një qytet europian, por në vetvete në 365 ditë është një qytet i shkret dhe një qytet që vjen e shkretohet çdo ditë më shumë. Pra bashkia ose kryetari i bashkisë
mundet me luajtë rol në zgjedhjen politike për me orientu qytetin, me orientu qytetin drejt investimeve të huaja, me orientu qytetin drejt një qyteti të arsimit dhe me orientu qytetin për çiftet e reja. Dhe këtu ka mundësi pafund, qoftë me kredit për blemin e shtëpisë në qytetin e Shkodrës, qoftë me krijimin e kushteve për studentat, në mënyrë të tillë që qyteti mu kthy një qytet universitar, qoftë me marrëdhëniet dhe me marrëveshjet edhe me qytetet rajonale për lidhje me turizmin, që unë nuk jam ndaj fan si malli turizmi, sepse turizmi nuk është një indikator i ekonomive dhe qyteteve të suksesshme, por mi tana me forcu pra arsimin, me forcu ekonominë e qytetit. Pra, aq sa ka ndorë bashkia, sepse për me dalë përtej po themi kësaj betejës politike, jo çdo gjë është në dorën e kryebashkiakut. A ka më Parti Demokratike sot në Shkodër? Patjetër që ka. Dhe a ka njerëzit besim, duke qenë se Shkodra ka qenë gjithmonë e djathtë, dhe kush mund të jetë ai kandidat që mund ta fitojë? Bashkinë e Shkodrës. Atëherë, a ka Parti Demokratike në Shkodër? Patjetër që ka, marrëdhënia mes partive politike dhe qytetarit ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar sepse ka ndryshuar në gjithë botën, pra nuk ka më atë marrëdhënien po themi të lidhur përjetësisht me partinë, njerëzit shohin edhe interesat e tyre më rënd. Kjo ka ndodhur në të botën, por sidomos në Shqipëri vitet e fundit marrëdhënia me partinë në pushtet identifikohet ngushësisht me marrëdhënie klienteliste dhe kjo patjetër që ka ndikuar edhe në marrëdhënien me një parti politike në një opozitë shumë gjatë, pra kjo ka dobësuar patjetër për partinë opozitare, por megjithatë, mas gjithë atyre sulmeve që ka kaluar në vite Partia Demokratike, mbetet një parti shumë e fortë dhe sidomos në Shkodër, ku doli partia e parë më votuar, pra mor me 5 deputet, edhe pse është bastion i djathtës, edhe pse ka një lloj po themi një lloj kundërshtie të përjetshme me ish Partinë Komuniste që sot ka marrë emrin Partia Socialiste. Megjithatë ekziston si parti, pra ekziston në kuptimin e forcës, ka si parti politike, ka strukturë, dhe në krahasim me qytetet e tjera, pra është një shembull deri diku pozitiv, por patjetër që duhet shumë punë për me kthy një pjesë të mirë të shoqënisë që edhe pse nuk ka ikë dhe voton Partinë Demokratike, nuk është pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, dhe për këtë është përgjegjësia edhe e jeme që po flas tu, por edhe e drejtuesve të tjerë të Partisë Demokratike në Shkodër për me kthy, sepse Partia Demokratike ka qenë përfaqësuar me elitën e qytetit, ka qenë përfaqësuar me pjesën më të shnetshme të qytetit të Shkodrës, dhe sot nuk është ç'është e vërteta, nuk është e gjithë elita e qytetit e afruar tek Partia Demokratike dhe këtu kena punë plot për me bë. Ta rim politikën, se mua nuk më pëlqen shumë politika, ti e din. Duket. Unë dua të di se si është një ditë normale për ty. Shiko, dita, unë po të thënë ditën perfekte. Dita, domethënë, objektivi im është po fillojmë me këto soft për me shku tek hardi. Softi është me bë sport dhe me lexu. Janë dy aktivitete që unë mundohem me i bërë çdo ditë. Pra, sigurisht nuk jam ndaj tip fanatik i sportit, por me majt vetin në aktivitet, ose me bë vrap, ose me bë biçikletë, ose me shku në palestër. Dhe aktiviteti i dytë tjetër që duhet me kanë çdo ditë, hek ditën e dile, hek në fundjavë, është leximi. Mandajna pjesa tjetër është aktiviteti me takime, që unë vazhdimisht sidomos edhe mas zgjedhjeve të 11 majit, pra po bëhet një vit e gjys, kam pothuajse çdo ditë takime me pjesë të ndryshme të elektoratit ose me njerëz që përfaqësojnë diçka në qytet, edhe për me shkëmby mendime, por edhe me majt kontaktin me po themi elektoratin, me njerëzit që më kanë besu, por edhe ato që s'm kanë besu, dhe kjo shkon paralel edhe me një lloj krijimit database-it me njerëzit që më mbështesin dhe patjetër që kanë me kanë bashkëpunëtorët e mi në fushat e ardhshme, sepse unë pretendoj që kam pas një jetë gjatë politike. Pra ky është aktivitet tjetër i rëndësishëm, është puna që bëj në lidhje me Partinë Demokratike si drejtuesi i departamentit Brain Gain, ku ose merrem me projekte që kena, ose merrem me komunikimin me anëtarët e departamentit, dhe është një projekt tjetër që është personal, që është shkrimi i një libri, që mundohem çdo ditë sadopak më ul me shkruaj, sepse ajo don një disiplinë të jashtëzakonshme.
Po e kam nis para shumë vitesh, por prej një vitit e kam strukturuar bajagi dhe jam të mundu me çdo kusht me mbyll brenda këtij vitit si libër. Për çfarë flet libri? Po libri është po sigurisht që një pjesë e tij është për politik, por është edhe më tepër jeta personale e personazhit, njënit prej dy personazheve kryesor, pra që me kuptu pak edhe rrugtimin e politikanit. Sigurisht që aty du të fus edhe eksperiencën time personale, du të fus edhe disa, po themi, koncepte që unë i kam zhvillu, i kam mendu, pyetje filozofike që jo domosdoshmërisht kanë përgjigjet, cilat du mi përfshin atë libër, është si tip reflektimit i këtyne viteve që unë kam bërë për më fut në politik, është filozofik, politik edhe pak fantastiku shkencor, pra ka një personazh që është për te koncepteve tona, pra është një person që për me thënë me fjalë shkurta qillton në kohë një farë mënyre dhe bën kontrastin mes eksperiencë edhe pasionit, pra me mbledh me pak fjalë sepse shpresoj ta mbarosh këtë vit që ta lexojmë, të kemi kënaqësinë ta lexojmë. Faleminderit. Cila është gjëja që të bën të qeshësh? Miqt, me shokët flasim, zakonisht ata janë burimi kryesor i qeshunave. Cila është gjëja që të son? Që më gëzon? Që të son? Që më qetëson? Mali. Ke qef mali? Mali dhe nata, po. Cila është pasioni yt që njerëzit nuk e dinë? Po që nuk e din kjo është pra me shkrimi. Shkrimtar. Je më shumë njëri i shtëpisë apo i shoqërisë? I shoqërisë. Shtëpia shpesh e i shtëpisë i familjes tu. Po. Apo i shtëpisë që rrin në shtëpi edhe i familjes pa i shtëpisë. Po. Aty në shtëpi. Unë them që familja është si më thënë ajo që në thojza persekutoj më shumë sepse e di që më justifikojnë më shumë, po pjesën më të madhe të kohës e kaloj me shoqin. Nëse nesër nuk do ishte politika, çfarë do të bëja? Me çfarë do të merresha? Shkolla. Universiteti. Jo me shku prapë në shkollë. Universiteti kisha dhënë mësim, isha fokusuar tek kërkimi, tek historia, tek shkrimi. Besoj këta kishin kënë. Tani jemi tek momenti im i preferuar. Do përgjigjesh për 3 sekonda. Okej. Jemi gati. Gati. Shkodra apo Tirana? 100% Shkodra. Det apo mal? Mal. Dashuria apo karriera? Dashuria, nëse s'zgjell kështu. Romantik apo realist? Realist. Xheloz apo tolerant? Tolerant. Mëngjes apo nat? Nat. Mas mesnat. Mesnat? Mas mesnat. Çfarë i bie kjo mas mesnat? Mas mesnatet është kur gjithë flenë. Ajo është pjesa e preferuar. Pse? Po se di, aty gjej qetësinë. Ta dhash përgjigjen parë, po se kishe mendë. Mediton. Telefonata apo mesazh? Mesazh, telefonata më streson. Familja apo miqt? Po miqt janë si pjesë e familjes, kështu që familja. Politika apo biznes? Politik. Një gjë që nuk e fal kurr? Mos mirënjohja. Një gjë që të bën të biesh në dashuri? Buzëqeshja. Je i lumtur sot? Po e lumturia është proces. Je i dashuruar? Jo. Bjonda apo bruna? Varet që kanë në flok. Truni pra, s'ka shumë rëndësi ngjyra. Shumë përgjigje e bukur kjo. Se kishe ndëgju kur? Ja. Se kam ndëgju që e bën si pyetje shpesh edhe mendova. Bjonda apo brune, thash, varet që kanë në flok. Po, në pamje të parë ti nuk e shikon se çka ka në flok. Pa e shef. Aparenca parë. Besoj e shef në sjellje, e shef. Bjonda apo bruna? Brune. Veriora apo jugore? Shkodrane. Shkodran, shkojnë dy Shkodran bashkë? Po patjetër, domosdoshmëri. Shkojnë. Po sigurisht. Tani unë do doja një mesazh nga ana jote për gjithë rinin shqiptare, duke qenë se jemi dhe në ditët e zjarrta të protestës. Tash janë ditë i fije më pak të zjarrta, por përderisa nuk shuhet e zjarrt është. Për mua mesazhi që unë e them gjithmonë, mesazhi nëse kisha një mesazh më dhanë rinis është angazhonu në politikë. Pra, ai është mesazhi kryesor, pra interesoni për gjërat tuaj, se politika është vendimmarrje. Pra, merrni frenat në dorë për të drejtat tona.
po jo vetëm për drejtë, edhe për të ardhmen, edhe për mënyrën se si do na me ndërtu shoqërinë tonë dhe shoqënia shqiptare dhe rinia shqiptare vun shumë jashtëzakonisht shumë nga indiferenca, sidomos politike. Indiferenca në përgjithësi, po indiferenca politike, pra ne nuk kena të ri të angazhuar dhe kjo ka ardhur në degradim, kam përshtypjen, sepse kur unë kam qenë 15 vjeç, 14 vjeç, ne diskutoheshim me shokët e klasë për politikë. Unë sot se imagjinoj një 15 vjeçar të fol për politikë. E them sinqerisht, pra ndëgjoheshim emisionet dhe flitshim për politikë mas mësimit. Kyt nuk e konceptojnë se mund të ndodhin dhe angazhimi për politikë nuk mund të ndodhin sepse filloi protesta. Tash po angazhohen për politikun. Dhe kjo është fatkeqësia e një shoqënie e cila zgjedh ikjen dhe jo betejën. Po pra, se janë këto politika tradicionale që... Po s'është e vërtet, pra, kjo është obsesioni që ju keni edhe ju, kur them ju, është breze, po s'ka politikan të vjetër edhe politikan të ri. Ka politikan të mirë edhe politikan të qi. S'ka politikan, pse ka një ri më i mirë se një vjetër? Qa ban një tri? Po ato që nga 90-ta që po t'jen ma qysh kur den. Janë vjetër? Po Churchilli ka ndajt me dekada në politikë. De Gaulle ka ndajt me dekada në politikë. Ke politikanë sa dush të suksesshëm që kanë lanë gjana shumë të mira nëpërmjet dështimeve dhe sukseseve tyre, nuk ke bën gjatësia në politikë. Ti në politikë, që janë në Shqipëri kaq vite janë suksesshëm, një ndër to po dhe Edi Rama. Po edhe Edi Rama në formën, shikoj, Edi Rama qëllimi i tij nuk është me bë nuk është me bë një Shqipni një shtet të fortë ekonomikisht, një shtet të prospert. Mendimin tim, se nuk e kam monopolin në të vërtetës, por Rama është me projekt, është me projekt shpopullimit dhe po e bën në mënyrën më perfekte. Ai ka gjetë bashkëpunëtorët e tij me bë politikën e shpopullimit. Pra, në politikën e njerëzve që ai profesion është shumë i suksesshëm, sepse ka gjetë çilsin për me bashku gjithë hajdutët e Shqipërisë për me masakru Shqipërinë, që Shqipëria mund bë pajetueshme. Pra, në vetvete është shumë i suksesshëm si politikan. Po Berisha në 35 vite çai ka noll këtij vendit, pra që nuk ata që kanë bërë gjithë klasa 35 vjeçare, gjanat më të suksesshme që kanë noll, kanë firmën e tij. Tështi nuk i di a kishte mujt me kanë më i suksesshëm. Me shumë mundësi kishte mujt me bë gjana edhe më të mira, po s'ka bë kërkush më shumë se ai në 35 vite. Dhe kjo tregon po prap një sukses. Pra ndarësimin NATO që përcakton sigurinë, renditja nivelet më të larta të PISA-s për sa i përket arsimit, marrëveshja e asosimit stabilizimit, pavarësia e Kosovës, lidhja me Kosovën, rruga kombit, gjitha këto kanë firmat e qeverisë ku kryeministri ka qenë Sali Berisha, se s'po futem tek ato transformimet e vitit 92, liria fjalës, liria proncë etj. Pra, në 35 vite, për mua është politikani më i suksesshëm. A kishte mujt me bë më mirë? Me shumë mundësi po. Por kërkush nuk e ka bë më mirë se ai. Fatkeqësisht, unë kisha dashur me pas një konkurrent shumë më të fortë se Berisha në këto 35 vite, që tu hashin kush ka bë më mirë për Shqipërinë. Por në 35 vite është firma e tij që figuron në sukseset e Shqipërisë. Pra kjo e bën një politikan suksesshëm dhe kjo e bën një politikan që e dojnë njerëzit, që dhe në vorrin e tij politik, që ishte pra i përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, i surgjënosur nga komuniteti ndërkombëtar, i vjellur me vule me sigël, arrin me marr 500.000 vota. Dhe ka njerëz që i shkojnë mbrapa. Pra kjo nuk do të thonë që është e mira absolute zoti Berisha. Por në krahasim me politikanët e tjerë, sepse me ato do t'i krahasojmë, patjetër është më i miri. E di çfarë është interesante? Sepse ju të Partisë Demokratike thoni të njëjtat fjalë për Berisha. Po s'është vërtet. Të marrësh të Partisë Socialiste thon të njëjtat fjalë. Un kam vite. Po s'është vërtet. Secili mbron liderin e vet. Po nuk është vërtet, nuk është lideri unë s'kam lider s'kam lider shpirtënor. Ai është lideri i një partie politike e cila fal saj ne mundem me pas këto mikrofonat përballë. Edhe në 92-shin, edhe në 2005-ën, edhe në 2025-ën. Është një parti që ka mbrojtur demokracinë. Ka sot dush gabime. Partia Demokratike ka sot dush gabime zoti Berisha. Por nuk është e vërtetë, sepse unë sapo ju thash, ke do të më sjellni përballë në studio dhe unë dal përballë bilash të vështirë mi gjet ata, sepse Partia Socialiste tu mos pas çam emërojt zjarr bën luftën proxy. Pra ka analista që sillen si të pavarur, por mbrojnë interesat e Partisë Socialiste. Se përfaqësuesit e Partisë Socialiste vetëm tash gjatë protestës filluan me dalë edhe herë në studio. Ata nuk kanë çam mbrojnë, por nuk munden me mbrojt. Ata mbrojnë duke shoh Partinë Demokratike, atë që s'ka bë Partia Demokratike. Gogoli Berisha, Gogoli PD-ja, sepse e kanë ndërtuar ata me propagandë narrativen. Por nuk ka një socialist që thotë Rama ka bë këtë. Çka ka bë? Çka ka bë? Ka 13 vite ka pushtet absolut. Çka ka një gjatë të machme që thojmë ky të arritme.
ka në 2013 propozon Shqipëria Europiane, ka në 2025 që propozon pasaporta Europiane. I njëjti premtimi pa marrën 13 vite. Nuk ka arrit asnjë sukses, po themi, as në infrastrukturë, as në diplomaci, as në arsim, as në shëndetësi, as në rritjen e popullsisë. Unë nuk jam mbështetëse Ramës, ja. Që dakord, unë jam do të thënë që nuk munden mu krahasu dy liderat. Mandaj na mundet mu krahasu zoti Berisha me një politikan hipotetik, patjetër që po. Kishte mujt, po kjo është hipotezë prap. Sepse ne nuk e dina në atë betejën për pushtet, për marrit atë çka ka arrit, çfarë betejesh ja dash mu përplas. Dhe këtu politikani shpesh bën edhe gabime, shpesh detyrohet me justifiku mjetin për marrit qëllimin. Por këto janë pjesë që i takan analistave të historisë, besoj tashmë, mas 35 vitesh. Po nuk mund të krahasohen dy liderat, pra Berisha me Ramën nuk mund të krahasohen me njëri tjetrin. Në fakt është e vërtet, janë të pakrahasueshëm. Me njëri tjetrin janë totalisht pakrahasueshëm. E marrim në radhë parë që në paraqitje, që në veshja. Po patjetër, është zoti Berisha është burr shtetit, kurse Rama është palaço, domethënë është një kloun i tana niveleve që ka hyrë politik me çara verdhë, po del prej politikës me atlete. Është shumë e vërtet. Kjo ishte mbyllja më e bukur te di. E mbyllme. Maraj. Kjo ishte fiks si Shkodran, ëh. Po. Te ditë falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe. Jo, s'mbarua. Kam edhe një pyetje të fundit. Unë tani të gjithë i pyes kur mbyll intervistën se çfarë vibe të dha emisioni Vibe. Të njëjtën pyetje do të bëj edhe ty. Atëherë vibe-in si në shtëpi. Unë i si në shtëpi. Po ne dy brand jemi mikpritës edhe. Atë nivellin mikpritje. Kemi si të shtëpi, se lejmë si në shtëpi të vet. Falenderoj shumë që ishe pjesë. Të uroj shumë sukses. Ta them sot publikisht që unë do jem mbështetësja jote. Ta them publikisht sot, edhe unë fjalën e dhënë, e mbaj gjithmonë. Jo, je një frymë e re dhe mendoj shumë edhe jam e sigurt që do bësh shumë ndryshime për të gjithë rrethparinin. Patjetër. Edhe të gjithë të tjerë. Si profesuesi ty. Shumë faleminderit për intervistën. Sot do të njihemi me një të ftuar shumë interesant. Do ta prezantojmë me emrin e tij artistik, Pupa. Pupa, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Kam kënaqësinë që do kam sot në studio dhe kam kënaqësinë të të zbërthej pak, të njoh pak më shumë, jo vetëm unë, por edhe publiku. Kënaqësia do jetë dhe imja, jo vetëm e juaja, apo edhe publikut. Atëherë, emisioni quhet Vibe me Kjal Kica. E bukur e këtë emisioni është që promovon edhe zërat që nuk janë të dëgjuar. Edhe artistat e rinj. Edhe unë e bëj me shumë pasion, shumë dëshirë, pasi kam qenë gjithmonë një person që kam dashur t'u jap një dorë të gjithë njerëzve, që jo çdo kush e hap derën dhe krijon mundësi për ta. Si do ta përshkruaje veten sot me 3 fjalë? Në radhë parë është për t'ju falenderuar juve si emision për shkak të festave të cilat gjithmonë ja ofroni mundësitë shumë artistave, të cilët ato festojnë në vetvete, por jo vetëm, bashkë edhe me ju, edhe me publikun e gjerë, sepse për të promovuar veten në këtë vend, e sidomos në Shqipëri, ka humbur në fakt ajo pjesa e meritokracisë, ndaj që juve është për t'ju falenderuar si staf, edhe pa u larguar dhe ju si moderatore. Shumë faleminderit. Kompliment. Ti këndon? Ke mbaruar shkenca politika? Ke studiuar në Turqi? Dhe ke bërë kujdestari për psikologji, psikosocial? Dhe je aktivist? Po, është e vërtet, në fakt për shkollën e kam mbaruar në Turqi, në Izmir dhe në Bursa, për shkenca politike, por nuk jam marras edhe një herë me politikë. Duke ju distancuar pjesës së politikës, jam ofruar si aktivist i shoqërisë civile për të qenë më afër qytetarit, për të qenë edhe për të ngritur dhe për të dëgjuar zërin e qytetarit, ashtu siç duhet dhe jo me politikë, por drejt për drejt në terren. Po, kam mbaruar dhe për kujdestari psikosociale, është shumë e vërtet. Mendoj që duhet që të jemi pak edhe
human në këtë pjesë. Por ne si shqiptar e kemi në vetvete humanizmin, duam apo s'duam, edhe pse ndoshta dikush nuk e shfaq, por në një Jemi formë human. apo në një mënyrë shqiptari është vërtet gen humanizmi. Edhe kjo që sapo them më pëlqeu shumë dhe ishte shumë e bukur kjo që sapo tha. E kemi atë genin e humanizmit na. Ne me të vërtet nuk e duam njëri tjetrin, por në fund të fundit Jemi human, dhe kjo Jemi ka human, rëndësi, që të është jemi shumë e vërtetë. human. Është e vështirë sot në fakt ti jesh human dhe të kesh pranë vetes dhe të gjesh persona që janë human, por që jo çdo kush flet apo vlerëson humanizmin sot. në fakt humanizmi nuk shfaqet me fjalë, por ai bëhet me vepra. Dhe në momentin Edhe që të mund thuash të që bësh fjalë të mirë është humanizëm. atëherë, në fakt sot fjalët janë me lek, me detyrim, pra buxhetor. Në qoftë se unë do mundohem të them një fjalë të mirë, dikush mund ta marrë edhe për dobësi. Por sot edhe fjalët janë bërë me të drejtë pagese. Edhe më pëlqen ironia jote. Jo, nuk është as pak ironi, sepse po të shkosh te psikologu për të bërë një terapi psikologjike, di që do të pagosh seancat e radhës. Po edhe psikologu është puna ja. Jam Është shumë puna dakord e dhe saj. njerëzit Po vetë them mund në të bëhen. shoqërinë tonë jemi shumë të ashpër, nuk i themi dot një fjalë të mirë tjetrit. Edhe po ti thuash një fjalë të mirë apo ta mbështetësh qoftë një fjalë të mirë apo ta mirë kuptosh është pjesë e humanizmit. Atëherë, humanizmi Tregon humanizëm, është je human. humanizmi tregon në disa forma të ndryshme. Dhe jo vetëm me fjalë, siç thash edhe pak Patjetër. përpara, por me vepra, por edhe me mënyra të cilët dikush mundet të tregoj pjesën e humanizmit. Ti quhesh pëllumb. Për fat të keq, për mungesën ortografike të emrit tim, nuk e kam pëllumb, po e kam plumb. Plumb. Pa, Plumb i bardhja. aktualisht më varet se si më sheh ti mu, por ndoshta mund të jem dhe me Lara. Pse Pupa emri artistik? Emri Pupa ka ardhur nga një problem i vogël i cili më lindi mua pasi unë fakt jam rritur në institucion shtetëror në jetimore në Shkodër, pas Shkodrës në disa vende të ndryshme të vendit, po ashtu dhe jashtë Shqipërisë. Për shkak sepse prindrit u larguan nga kjo jetë, edhe unë mbeta, domethënë normal që duhet të isha në një institucion shtetëror, pra një jetimore. Pikërisht ndaj dhe nga ty kanë qenë kujdestarët e institucionit, të cilët në vend që të më thirrshin plumb, më thirrshin Pupa. Edhe që kështu më ngeli Pupa. Edhe në fund, pas një kohe të caktuar, sepse kam një mosh, edhe unë goxha të madhe, 40? edhe më lartë, shpresoj që muajin tjetër të na gjej shtatori që të festojmë 46 vjetorin. Ti je 46 vjeç. Po, Cili është sekreti yt që dukesh kaq i ri? sepse unë buzëqesh me vuajtjet edhe dhimbjet dhe gjithmonë lumturohem gjithmonë me pjesën e asaj që njeriu duhet të gjejë veten tek vetja dhe jo tek të tjerët. Dua të ndalem pak tek jetimorja. Më the që jam rritur në jetimore. Në cilën moshë të kanë ndëruar prindërit jetë? Prindërit kanë ndëruar jetë në një moshë të caktuar që babi ka qenë mbi 60 ca vjeç, 70 diçka e tillë, nëna ka qenë 49-50 sepse në atë kohë janë martu, s'ka pas problem pjesa e moshës për të martuar, sepse babai ka qenë inxhinier rrugaure dhe është marrë shumë me pjesën e punës së tij dhe për shkak të personalitetit nuk i ka ndikuar që ai të merrte një femër më të re, siç ishte kryesisht nëna ime, por unë kam qenë në moshën 3 muajsh që ato domethënë janë ndarë nga jeta. Në kryet javës kanë vdekë kundrejt njëri dhe tjetrit. Pra, si sot të vdes babai dhe në kryet javës ka vdekë nëna. Sipas hulumtimeve të cilat kam investiguar unë për prindrit, më kupton se unë në fakt prindrit nuk i njoh. As edhe një fotografi siç e kam unë tani për shembull, siç të shoh ty ball për ball, unë ato nuk i njoh. Pa shkak se unë vetë jam prindë dhe e kuptoj në fakt dhimbjen që mund ketë një fëmijë, sepse është një përjetim të cilët një plagë që nuk shërohet. Thjesht ajo merret dhe mjekohet ose merret dhe menaxhohet në një formë sepse jeta e tillë është.
duhet të përballojmë sfida. Është shumë e vërtet. Marrëdhënia me njerëzit e babait ose nënës nuk e ke patur kurrë? Pas një moshe të caktuar, po, jam takuar me motra, me vëllezër, me xhaxhallar, teze, daja, të afërm, por sikur të ftohtë për shkak sepse ajo distanca e largët e cila më bëri mua që unë të rritem në një institucion deri në një moshë të caktuar të madhore, pra të kalosh dhe mbi 18 vjeç, atëherë kur nuk ke prindrit që të duhen të tjerët, por sot është një situatë që edhe po ti dish se kush janë, prap thot jeta është ndryshe. Pra, duhet vazhdojmë perspektivat e mia. Është e vështirë të kërkosh në fakt sot të gjesh atë pjesën që dikush nesër mund të ketë qenë thot prindëri jot, por ndoshta ti se din se ndoshta unë jam vllai jot ose motra jote. Unë nuk jam i bindur, unë kur s'njoh prindërit, si mund të njoh vëllezërit dhe motrat, por thjesht ajo tematika që po, ka motra dhe vëllezër, por jo ajo pjesa e dashurisë e cila më merr shpirtin, që unë të ndjej atë kënaqësinë e afrimitetit, sepse nuk kemi rritur në një vend. Ti ke motër dhe vëlla? Po, kam motra dhe vëllezër. Ku janë rritur ato? Ata janë rritur në shtëpinë e tyre, sepse janë martuar, janë shumë të mëdhenj me njëri tjetrin. Ato pothuajse edhe disa motra dhe vëllezër janë larguar nga kjo botë, sepse janë shumë të mëdhenj tash. Prandaj thash edhe unë ngaherë them unë si ka mundësi e çuditshme. Kjo jetë që nga vërtet e çuditshme, sepse jeta është shumë e bukur. Duhet të jetohet çdo moment. Edhe çdo vështirësi ta kthesh në mësim. Dhe çdo vështirësi ta kthesh në sfidë. Që do të thotë? Të sfidosh veten dhe të shikosh sa më para dhe sa më lart. Jeta vazhdon. Nuk është as pak ti thuash stop. Nuk duhet t'japim finish vetes dhe jetës, sepse startin duhet ta çojmë aty ku ne kemi qëllimin. Të ndërtojmë një familje dhe të vazhdojmë të ecim përpara sa më mirë, sa më krenar për t'i treguar edhe qytetarëve dhe botës që bota është shumë e bukur me mua, jo pa mua. Edhe me ju, edhe jo pa ju. Si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria ime ka qenë në fakt e brisht me kuptimin e fjalës, për shkak sepse kur kam qenë në fakt në shkollë të mesme, kam ndier pak boshllëk shumë të madh për shkak sepse kishte fëmijë me një prindër, por kishte fëmijë dhe pa prindër. Një ndër to pa prindër isha unë. Ndërsa në momentin që vinte dikush një prindër që për takuar fëmijët e tij, unë u ndjeja shumë i mërzitur, u ndjeja pak bosh nga vetja ime dhe thoja kush do vit më takoj. Pra 4 vite ishin ato larg qytetit të Lezhës, pra edhe kur vje funi aty kam ndier veten që këtu duhet bëm shumë i fortë. Këtu duhet i them vetes që s'dua të ndal vërtet. Pse mendon se njeriu kalon kaq shumë sfida? Nuk të kuptova, dhe jep lutem. Pse mendon se disa njerëz kalojnë kaq shumë sfida? Ose disa fëmijë, se ti ke qenë thjesht një fëmijë. Atëherë, unë kam qenë një foshnjë, një cop mishi, 2-3 kg mish, fëmijë i vogël, i cili nuk dija të ushqeja, nuk dija të flisja, nuk dija të ecja, nuk dija të menaxhoja veten. Pra, fal institucioneve shtetërore në atë kohë dhe fal njerëzve të cilët na kanë mbështetur, që sot unë jam vetë në këtë moshë ku e shoh veten shumë mirë. Dhe sfidat janë ato të cilat janë sprova dhe pas dhimbjes gjithmonë vjen lehtësimi. Në qoftë se ne nuk kalojmë sfida, atëherë jeta duket monotone. Unë mendoj se Zoti i sfidon njerëzit e mirë. Sfidat për njerëzit janë. Të mirë. Atëherë të mirë dhe të këqijat e nuk e dim ne. Sepse ndoshta unë mund të jemi mirë, por mund bëj një sfidë të cilën e krijoj vetë unë. Unë mendoj që nuk ka njerëz të këqinj, por ka situata të cilat krijojnë njerëzit. Ndaj këto sfidat duhet që ne duhet i përballojmë edhe ti menaxhojmë
situatat e sfidave, për shkak sepse jemi ne ato të cilët i krijojmë këto situata dhe këto sfida në jetë. Kush ka qenë personi që të ka ndetur afër dhe mbështetur? Në fakt janë disa persona të cilët më kanë ndenjur afër dhe më kanë mbështetur. Disa nga ato nuk jetojnë, është për t'i falendëruar në fakt edhe ati ku janë, i themi ne, sa ato janë me të drejtë, ne jemi me të shtremë, se jemi në këtë botë, ne bëjmë mëkat, ato të cilët kanë ndruar jetë nuk bëjmë mëkat. Janë disa, për të cilësuar emra, po thuj se janë shumë, edhe i falenderoj. Ke punuar shumë i ri, ke bërë dhe punë pastrimi. Po, është e vërtet. Unë fakt më duket pak e çuditshme sepse unë nuk përtoj të punoj. Edhe sot, edhe derisa unë të kem frym, apo të kem fuqi të punoj. Po, është e vërtet që unë e kam nisur punën e parë kryesore që e kam nisë vullnetar, në fakt, duke pastruar zonat përreth të lagjeve, të cilët ne na mësonin dhe në shkollë. Pastaj u futa në disa firma ndërtimi dhe firma pastrimi të disa qyteteve të ndryshme në Shqipëri, kur unë kam punuar edhe si pastrues qyteti i disa rrugëve të cilët unë sot i kujtoj me nostalgji, ato rrugë të cilët kam pastruar unë, edhe pse jo, edhe këtu në Tiranë kam punuar mbi 17 vjet, pra pastrues qyteti. Dhe pas një kohë të caktuar për shkak të evolimit tim apo këmbguljes time, arrita të jem edhe drejtuesi disa kompanive të pastrimit këtu në Tiranë. Sa mirë. Më ke thënë që bashkëshortja jote shet rroba në shkozë. Në fakt e kam bërë tregtare ambulante në fakt zonjën time, për shkak që ne të jemi aktiv për të patur disi një jetë me të drejtat barabarta dhe lirit tona. Që të mos ta pengoj dhe atë, sepse dhe ajo do lirin e saj. Pse jo? Si unë që dal aktroj, këndoj, lëviz në shumë vende të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë, dhe ajo duhet të ketë lirin e saj. Ndaj dhe e kam bërë tregtare ambulante në një treg këtu në Tiranë, që operohet duke shitur rroba të përdorura, por të ardhura gjithmonë nga jashtë. Ka të ardhura të mira? Në fakt tregtia ka rënë për shkak se ekonomia është pak e dobët në këtë vend. Edhe njerëzit e kanë pak të vështirë, edhe pse ne i kemi lënë shumë lirë produkte të rrobat që shesim. Si ka qenë dashuria juaj? Dashuria jonë. Ne nuk e kemi pas dashuri me njëri tjetrin, por ne jemi martuar me shkesi. Njoftuam domethënë nëpërmjet miqve të rrethit që kishim ne dhe zonja, ja kërkova dorën e saj në shtëpi. Në fakt kur e kam kërkuar atë, e kam kërkuar në 10 të mbrëmjes, edhe më duk çudi. Ku shkova se si më pritën dhe miqt, por është për të falenderuar se ne kemi mbi 28 vite martesë. Sa shumë. Mua më duken pak sepse akoma duhemi ne me njëri tjetrin. Si ditën e parë na duket vetja me njëri tjetrin. Edhe u plakshi bashkë. Faleminderit gjithashtu, ja uroj të gjithë dhe uroj me gjithë shpirt që Ku një ka më çift. bukur se të dashurash? Ne nuk jemi dashuruar. Ne kemi ndërtuar një marrëdhënie. Marrim dhe japim me njëri tjetrin. Se dashuria është fjalë e madhe. Në qoftë se ne do ta thyejmë atë në një moment të caktuar, do të thotë që duhet të lëndoj unë atë ose ajo do të më lëndoj mua. Që kështu ne nuk dashurohemi. Ne kemi ndërtuar një marrëdhënie bashkë me një komunikim të sinqert dhe besim tek njëri tjetri. Tani shpresoj se 28 vite nuk janë pak. Deri tani jemi të lumtur. Ku ka më mirë? Ti më ke thënë që këndon. Në fakt, kam shumë vite që këndoj, edhe pse unë kam punu punë të rëndomt, edhe pse unë kam pas sfida në jetë, po, kam kënduar. Çfarë do na këndoje sot? Do të më pëlqente në fakt të improvizoja këngën e fundit që ka pak ditë që kam hedhur në treg, e që e kam bashkëpunim me një artist
me emrin mund t'ja themi djali sepse kam bashkëpunues Onin, Oni dhe Pupa ose Pupa dhe Oni, nuk dua të ndal. Nuk është kënga e fundit e cila ne e kemi hedhur në treg sepse shpresojmë që të ecim dhe më tej, por unë do këndoj këngën që doja të improvizoja gjithmonë, nuk kam ndjenja, por unë mendoj që t'i lem pak hapësirë që njerëzit të reflektojnë me veten, ta kuptojnë veten, ta shohin se ndjenjat nuk shiten, nuk blihen, ato dhurohen aty ku ndjehen. Dhe unë do të improvizoj këngën Je shërbet. Patjetër. Je shërbet, hajde puthemi apet, je shërbet, hajde puthemi apet. Sa e bukur, je shërbet. Je shërbet. Po, në fakt, kam disa batuta të mia të cilat unë improvizoj në disa rrjete sociale dhe virtuale, dhe me ato batuta dhe show i bëjmë njerëzit bashk për t'i dhuruar sado pak pozitivitet, sepse njerëzit sot janë të mllefosur nga situatat të cilat janë të krijuara. Ti je dhe aktivist i shoqërisë civile. Për të drejtat e minoritetit rom dhe egjiptian. Pse pikërisht zgjodhe të bëje këtë punë? Sepse njerëzit kanë nevojë. Dhe në momentin që njeriu ka nevojë të ketë një mbështetje, ne duhet të jemi pranë aty, siç unë dikur kisha nevojë që isha një foshnjë që nuk dija të ecja dhe të kërkoja mbështetje dhe ndihmë, dhe sot jam unë ai i cili ofroj këtë mbështetje dhe këtë ndihmë. Do me thënë ke provuar vetë diskriminim. Po, është e vërtet. Edhe aktualisht ka diskriminim, sepse jetojmë në një botë me mendje dhe karaktere të ndryshme. Cila gjë që njerëzit nuk e kuptojnë për komunitetin tënd? Njerëzit që nuk kuptojnë, ato kanë i diçka ndoshta me veten e tyre, por unë mendoj që ne jemi njerëz të parabartë përpara ligjit dhe përpara Zotit. Sy më sy është bërë pjesa e saj që je. Po, është e vërtet. Si lindi ideja? Lindi ideja sepse sot, në momentin që unë mund t'ulem të komunikoj me Klean, dhe dua ta shoh në sy, dhe në momentin që unë du t'i them sy më sy me Klean apo sy më sy me Pupen, do të thotë që ne duhet të themi atë dhe ta shohim njëri tjetrin e çfarë duhet të flasim dhe çfarë duhet të kuptojmë dhe çfarë nuk duhet të flasim. Ti po thuaj që syt flasin më shumë. Gjuha e trupit është Syt, ti ke thënë sy më sy. Atëherë, kur them sy më sy, syri vete kudo. Syri është grabiqar. Me një shikim, mundesh dhe nesër të jesh edhe udhëtar i jetës i dikujt. Au, kjo është shumë e bukur. Sytë e mi çfarë kështu të japin? Sytë tu i japi një femër shumë inteligjente, profesioniste, edhe shoh tek ti që ti ke një energji pozitive. Dhe energjia jote është e pashterrueshme. Uroj që Klea nesër të jetë aty ku ajo ka ëndrat e saj. Sy më sy me Klean. E vlerësoj shumë, falenderoj shumë. Faleminderit juve. Falenderoj shumë për uratën, urimin edhe për fjalët e mira. Sot është vështirë të Pak përpara the që ne kemi nevojë për fjalë të mira. Ndaj dhe unë improvizova të tilla. Edhe je shumë i zgjuar. Je shumë inteligjent. Faleminderit. Dua të kaloj pak tek familja. Po. Ti edhe baba. Po, unë jam baba, jam dhe gjysh. Je gjysh. Po. Më mbaj së rash. Po, është e vërtet, unë fakt jam baba i 4 çunave. A, me jetë. Faleminderit. Kam djalin e madhe, kam 24 vjeç dhe muajin tjetër shtator bën 25. E kam të martuar. Ka nusën e tij, që unë e falenderoj dhe e kam në vend të gocës ose në vend të vajzës. Është një nusë e cila ka ofruar në shtëpinë tonë sepse ne na mungojnë
na mungojnë vajzat në shtëpi dhe është e vajza e parë ajo e cila është ofruar dhe ne e konsiderojmë si vajzë dhe jo si nuse djali. Kam djalin e dytë 22 vjeç, kam djalin e tretë 20 vjeç, kam dhe djalin e vogël 10 vjeç. Ndërsa nipi është 1 vjeç e gjys dhe preferon që të jetë gjithmonë të eci përpara dhe për të ecur përpara unë atë kam dërguar në qerdhe. Çdo ditë vete në qerdhe. Sa mirë! Si është të jesh gjysh kaq i ri, në moshë kaq të re? Në fakt, është kënaqësi e madhe për mua që sot pas një karvani vuajtjesh dhe dhimbjesh dhe sfidash të mëdha në këtë jetë, të cilët kam kaluar të jem me copza lumturie të vogla. Dhe jam shumë i kënaqur, është një kënaqësi shumë, po shumë e madhe kur unë shoh nipin të vrapoj në shtëpi dhe unë vrapoj pas atij sikur unë jam në moshën e tij. Është një adrenalinë në vete, sepse më duket vetja sikur me të vërtetë jam gjysh, po prap unë nuk mund ta mohoj as fëmijën, as nusën e djalit, as djalin, as nipin, as mbesin dhe as kënd, sepse në momentin që unë do të mohoj familjen, kam mohuar vetën time. Dua të di se si ke marrëdhëniet me nusën. Se Me më nusën? the kam si po ta kisha vajzën time. Nusën e djalit? Me nusën e djalit kam shumë mirë marrëdhëniet, i kemi kufi të ndarë, ajo në fakt është gjithmonë vajzë për mua dhe do mbetet vajza, jo nusja e djalit, por vajza. Nuk di, nuk e përshkruaj dot sepse është një vajzë shumë e zgjuar, është shumë inteligjente, është shumë serioze, është shumë dinamike dhe na respekton në mënyrën më të mirë të mundshme. Sepse ajo erdhi pa i bërë 18 vjeç, pak ditë përpara në fakt se u bënte 18 vjeç, dhe surpriza ime ndaj nusës djalit që unë e quaj atë vajzë është sepse muajin tjetër, mos gaboj, bën 5 vjet martesë nusja në shtëpinë e djalit tim. Pra në shtëpinë time bën 5 vjet, në ditën e ditëlinjës time është martuar me djalin tim. Për të më gëzuar mua si babajin e djalit dhe ka për vjetor çdo vit ditëlinjën time. Sa bukur. Po, a di sa çuditshme më dukesh gjyshti, ti nuk dukesh si gjyshti, dukesh si djali i ri, o zoti i madh, nuk e di domethënë. Në fakt është edhe problemi këtu se ta thash dhe pak përpara që nuk është e thënë ajo, i ri apo i vjetër. E vitet i kemi mbi kurriz. Dhe e vitet më tregojnë ky që jam sot. Çfarë të bën të ndihesh më shumë krenar si baba? Oh, krenar. Krenar sepse jam shumë i pasur. Jam i pasur, jam miliarder. Sepse kam 4 djem, një nusë djali, dhe do kem dhe 3 nuse të tjera djemsh, kam një nip, kam një zonjë në krah të hekurt, e cila vërtet më vlerëson, e vlerësoj dhe vlerëson familjen dhe institucioni kryesor më primar sot për sot për mua është familja. Dhe ndaj që jam aq super miliarder sepse kam një familje, të cilën unë e kam ndëruar gjithmonë dhe sot unë e kam shumë të madhe. Edhe falenderoj Zotin, në radhë të parë falenderoj zonjën që kam në krah dhe fëmijët të cilët i kam të edukuar, të shkolluar edhe në jetë të përditshme me një shoqëri të sinqertë, që ku janë sot. Kemi folur pak para se të nisim intervistën, ne kemi bërë edhe biseda bashkë më parë. Kemi folur për djalin tënd. Cilin djalë se unë kam 4. Vështirë që po kaloni. Okay. Po, në fakt djalin e vogël, i cili quhet Reis, nipi i quhet Suj ose Suhejl, ndërsa ne duhet të flasim pak për Reis, për djalin tim të voglin, të cilin e kam 10 vjeç. Në fakt ka 10 vite që ai mbijeton në këtë jetë dhe uroj që ai të ketë jetë gjatë dhe çdo fëmijë në këtë botë, sepse fëmia është i pafajshëm. Fëmia gjithmonë është ai i cili duhet të trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme
t'i japim kohën, t'i japim gjithçka. Djali më vua nga disa diagnoza, të cilat rejsin e kanë penalizuar për shkak të mos të vaksinohet, të mos arsimohet, i është humbur e drejta e arsimimit dhe për këtë ndjem shumë keq, sepse unë vetë si prind gjithë këto vite të cilat kam arritur të studioj dhe të nxjerr veten time në rrugën e duhur, më vjen keq dhe nuk do lodhem fare, apo nuk do resh që unë të kërkoj të drejtën e Timbirit, edhe pse ai vuan nga këto diagnoza, me forcën e Zotit, me mbështetjen e njerëzve, me mbështetjen tuaj, edhe pse jo edhe nëpërmjet këtij kanali televiziv, ndoshta kujdihet, mund të ofrohet diçka shumë e rëndësishme për Timbir. Ai vua nga 2 diagnoza të rënda, nga epilepsi sekondare dhe azëm bronkiale të formës të rëndë. Ai nuk njeh pak shoqërinë, është i skualifikuar nga shoqëria. Moshës ti bashkë moshatarët. Kam shumë për të folur për te, po uroj në një moment të caktuar. Si përritoni këtë periudhë kaq të vështirë? Fillimet e para kanë qenë shumë të vështira, sepse nuk e pranonim një gjë të tillë, që një fëmijë të vuaj, një fëmijë të ketë dhimbje, por duke bashkjetuar me dhimbjen me sëmundjet e Timbirit, ne morëm kurajo dhe guxim bashkë me zonjën, se në fakt më keq më vjen dhe për zonjën time, e cila vujti mbi 6 vite në spital, asaj spitali u kthye në burg. Dhe pas një kohë të caktuar, pas disa sfidave, ne morëm aparatin e oksigjenit në shtëpi, morëm të gjitha aparaturat dhe aktualisht ne monitorojmë në shtëpi djalin, e menaxhojmë në shtëpi dhe faleminderit Zotit. Por me dhimbje, nuk e shoh, në fakt ka situata shumë të vështira, të cilat janë shumë plag. Më keq më vjen në fakt për nusën e djalit, sa ajo nuk e përballon dot kur djali Reisi përjeton momente krizash, sidomos kriza epilepsie apo të azmës, të cilët ne nuk e kuptojmë si njerëz dhe si shoqëri që oksigjenin e kemi të dhuruar nga Zoti falas dhe nuk dim ta mirëmbajmë, ndërsa unë Timbirit ja blejmë me të drejtë vlerë monetare. Ka raste që nuk kam pat mundësi dhe për t'ja ble oksigjenin. Jam munduar, në fakt, ta gjej zgjidhjen, por fal njerëzve, fal shumë njerëzve të cilët na janë ofruar, na kanë mbështetur dhe i falenderoj përzemërsisht shumë njerëz, se emra ka shumë, por që po është e vërtetë që e vuajmë këtë gjë, por fuqia e Zotit na bën ne që të jemi guximtar. Jeta vazhdon përpara. Çfarë i thua djalit tënd çdo ditë? Në fakt, çdo ditë ne e përqafojmë atë, ne e puthim atë, në fakt ai vjen na përqafon, ai në fakt është edhe pak pjesa e kohës vranësirave, ai tromakset, nuk shef dot vranësira, ai nuk duron një gërthitje në shtëpi, pra të ngrihet tonaliteti i zërit në shtëpi apo në vende të caktuara ku mund të jetë Reisi prezent, sepse nuk e përballon dot, sepse ai ndjen shumë problem, ankth, edhe ai përjeton shumë momente të vështira, por ne gjithmonë e mbajmë afër, e japim atë pjesën e mbështetjes si prit, por nuk është i shkëputur nga ne fare. Ai nuk rri dot pa ne. As nënën e vet, as pa mua. Por vëllezërit i do shumë, a mama të nipin, o Zot, e shtëpin e kthen përmbys. Më thej që e penalizon sëmundja që ka të shkojë në shkollë.
Po, dhe është e nuk vërtet. vaksinohet. Po, në fakt ja kemi kërkuar vaksinimin, jemi munduar në fakt me Institutin e Shëndetit Publik, me Qendrën e Shëndetësore të Lagjes, me Qendrën e Shëndetësore të specialiteteve, me specialistë të ndryshëm të pediatër, por ka qenë e pamundur sepse shkak është minimizimi i djalit për arsye se ai nuk ka imunitet ta përballojë vaksinimin. Në momentin që ai ka raste se ne nuk e dim se kur mund t'i bie, kur ta kapi epilepsia, ne nuk e dim se kur mundet të ketë problem me frymarrjen, por thjesht domethënë është ajo pjesa që është shumë problematike, kaotike në momentin që ajo ne do t'i bëjmë një vaksinë dhe vaksina don një monitorim 24 orë që duhet kaloje, por në momentin që brenda 24 orëve atë mund ta kapi epilepsia, atë mund ta dëmtojë, mund të ketë dhe rrezik fatal. Dhe shkaku i frikës se ai nuk e përballon dot me imunitetin e tij dhe është penalizuar nga mosvaksinimi, sepse janë ligjet të cilat duhet. Nga mos vaksinimi është penalizuar dhe mos shkuarja në shkollë e djalit. E pikërisht për këtë jemi në diskutime sipër me disa institucione që presim të marrim një konfirmim pse jo të ketë një mësues ndihmës në shtëpi që ai të mësoj të shkruaj shqip. Çfarë do të thuash të gjithë prindërve që kanë të njëjtin problem me fëmijët e tyre? Në fakt, prindëri është i nënshtruar përpara fëmijës, sepse është fëmijë. Mund të ketë prindër të cilët mund të jetë në një situatë si puna ime, po ka prindër të cilët mund të jenë në një situatë edhe shumë më keq se sa puna ime. Unë do t'i thoja edhe do t'i jepja si mesazh që merrni guximin dhe qëndroni pranë fëmijës tuaj. Fëmia ka nevojë për një mbështetje, fëmia ka nevojë për një përqafim, fëmia ka nevojë për një kohë të caktuar t'ia përkushtosh fëmijës dhe fëmia është i pafajshëm. Tani, unë së pari të përgëzoj për për këtë që je sot, për kurajon, për forcën që ke dhe për punën e palodhshme që ke bërë që kur ti ishe fëmijë, edhe deri më tani. Edhe më vjen shumë mirë që ka njerëz që si ti. Nuk dua të ta zbukuroj më shumë. Dhe nuk di se çfarë të them, jam shumë emocionuar, shumë e prekur dhe shpresoj që një ditë ky fundi i errët të marrë pak jetë. Në fakt, të falenderoj Klea sepse na bëre edhe ne tjerëve me emocion, edhe mua përsaçërisht, jo vetëm ty, por për të mos qenë i lodhur, dhe nuk do ta them as edhe një herë që jam i lodhur. Unë kam filluar një punë tjetër përsëri, siç të thash dhe pak përpara, tek agjencia e kreativitetit. Për t'i thënë vetës që ne duhet të ecim përpara. Dhimbja na bën të buzëqeshim. Ky është një mesazh shumë i bukur në fakt. Tani do ta kaloj pak, ta heqim pak këtë atmosferën emocionuese, prekse, shkatërruese të gjitha me radhë. Kam një pjesë e jetës. Janë pjesë e jetës. Secili i ka këto peripecirat, po dikush i ka më të forta, dikush më të dobta, më të vogla. Tani unë kam një rubrika e fundit është rubrika me pyetjet e shpejta që ti do të zgjedhësh për 3 sekonda. Familja apo muzika? Familja. Plumb apo pupa? Plumb. Shqipëria apo Turqia? Shqipëria. Tregu apo zyra? Zyra. Të këndosh apo të flasësh? Të flasësh sepse këndon. Të dëgjosh apo të këshillosh? Të dëgjoj sepse këshilloj edhe veten. Një gjë që nuk do ta bëje më? Gjithmonë dua të them
unë gabova, nuk dua të gaboj. Një gjë që do ta bëje përsëri? Vetëm pozitivitet. Për çfarë do doje të ta kujtoni? Për çfarë do doje të kujtoni njerëzit ty? Si Njerëzit duhet të më kujtojnë mua, po më varet sepse ka variante të ndryshme të cilet unë kam ofruar, mundësi apo edhe pjesë artistike, humoristike. Më varet, por unë do të thoja që njerëzit duhet të më kujtonin me emrin e artit Pupa, po mos të harrojmë sepse në emrin e vërtet e kam Plumb. Falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe. Para se të mbyllim intervistën, dua të bëj një pyetje që u bëj të gjithë të ftuarve. Se çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Emisioni Vibe bashkë me Klean dhe stafin përjetova disa momente emocionuese. Më zbuluat vërtet disa karakter të tipit tim këtu, të cilët nuk kanë mundur shumë njerëz për të më zbuluar. Dhe uroj që ju si emision Vibe të esni përpara, sepse kështu ju promovoni qytetarin dhe njeriu të cilit është i pamundur e bëni të mundur, që nesër të jetë të ecë dhe të jetë vetvetja. Unë nuk do të them Pupa, po do të them Plumb. Faleminderit. Plumb, falenderoj shumë që ishe pjesë e jona. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.